Përshëndetje miq të programit Familja 7. Pas miratimit të ligjit për barazinë gjinore së fundmi, janë ndërmarrë hapa për kërkimin e një referendumi. Madje ekziston mundësia që çështja të shkojë edhe në gjykatën kushtetuese. Të vazhdojmë të qëndrojmë të gjithë bashkë për të mbrojtur familjen. Për të folur për këto zhvillime, ne kemi në këtë intervistë për Familja 7 zotin Kaon Serjani, autor dhe themelues i FCE-s, një zë publik në mbrojtje të vlerave të familjes. Faleminderit Kaon që jeni këtu me ne. Është shumë kënaqësi. Së fundmi ke qenë mjaft aktiv në mediat shqiptare, duke argumentuar mirë, bindshëm dhe fort në mbrojtje të familjes. Na duhen shumë zëra të tillë në fakt. Falenderoj. Është e nevojshme në këtë kohë ku jetojmë, sidomos me këtë ligj për cilin bëhet fjalë, është ndoshta ligji më agresiv deri tani i miratuar në Republikën e Shqipërisë që cënon vlerat, themelet e familjes, edhe siç se do ta trajtojmë së bashku në këtë intervistë, preken fëmijët, preken individualisht burri dhe gruaja, edhe pse është një ligj që kamuflohet nën po themi përshkrimin të barazisë gjinore, në fakt e del nga kjo, e deformohet, nuk është për nëse identifikohen gjini të reja, nuk është më për barazi gjinore, në fakt është në kurrizë të gjinive më, po themi, më të papërfaqësuara, më të dobta në mbrojtje ligjore, në diskriminim, kur të vishet, po themi, një burr të identifikohet si grua, nuk është më barazi gjinore, por në fakt i merret e drejta gruas në këtë rast, apo janë asjelltas pra bëhet një çorb, si thua, jo më për barazi ligjore, por për paqartësi juridike, për abuzim ligjor, diskriminim e tjera. Besoj që personalisht keni pasur një shtytje edhe të brendshme për t'u angazhuar, sepse jo të gjithë marrin guximin ose do duan të dalin në përballje publike. Besoj nisur edhe nga ajo që ti je vetë prind edhe si qytetar nuk mund të heshtësh. Padyshim, më së pari duke qenë prind, duke qenë xhaxha, duke qenë daj, pra kemi një përmbesa, por edhe sikur të mos kishim një lidhje kaq personale me këto elemente që bën shqetësuese përmes ligjit, edhe për shoqërinë në tërësi, duke e ditur se çfarë ky ligj do të dëmtojë, do të prek, duhet bëhesh i ndjeshëm, po edhe si besimtar, kur për shkak se ne jemi të informuar nga Bibla se çfarë është në themel të familjes, se çfarë është një burr, çfarë është një grua, si lidhet kjo me realitetin biologjik që Zoti ka krijuar, dhe si nënkuptohet familja që ai ka instaluar që në zanafill, që mashkulli bashkohet me femrën, e bën një trup i vetëm, edhe nuk mund të rish si thosh indiferent, pa përmendur, pa folur lidhje me këtë. Ku qëndron kundërshtimi juaj kryesor në lidhur pra me këtë projekt ligj tashmë të votuar? Problemi është i shumanshëm, por thelbi i ligjit tashmë të votuar në parlament qëndron tek ajo që është një përkufizim për gjinin. Në fakt, për herë të parë në legjislacionin shqiptar, na jepet një përkufizim për gjinin, nuk ka pasur një përkufizim për gjinin deri tani. Arsyeja pse nuk ka pasur është e kuptueshme, sepse kush ka menduar se duhet përkufizuar, çfarë është femra, çfarë është mashkulli. Të gjithë e kanë marrë të mirëqenë dhe prandaj nuk gjen një përkufizim. Mirë, po tani është dhënë një përkufizim. Përkufizimi që është dhënë është përkufizim ideologjik, nuk është një përkufizim i lidhur me realitetin biologjik të mashkullit dhe femrës. Në fakt, fjala mashkull dhe femër te ky ligj që ne flasim nuk ekziston. Në fakt, në ligji që ka ekzistuar i 2008-s për barazinë gjinore, ai e përmbante në terminologjinë e vet mashkull dhe femër. Te ky ligj janë hequr. Janë zvendësuar me fjalën burr grua. Okej, do thonë në pamje të parë nuk duket sikur ka një problem, por në fakt kur vetë edhe shikon se çfarë nuk kupton gjinia,
gjinia është vendosur si një konstrukt social, pra si një rol që një person mund ta luajë në shoqëri. Si çfarë roli luan në shoqëri, e thot aty, rolin që i përcakton shoqëria si mund të shfaqet, si mund ta shfaqë gjinin një person në shoqëri, qoftë si grua, qoftë si burr. Por nuk e lidh fare me aspektin biologjik, pra si ka lindur, çfarë do me thënie ka në trupin që ekziston ky njeriu, dhe nuk ka një lidhje të tillë fare. Dhe në fakt arsyetimi, në fakt ka një historik kjo. Ishte një përkufizim edhe më problematik, me fjalë të gjithë përfshirëse, me fjalë identitet gjinor, ato duk sikur reflektuan u hoqën, por në fakt ka mbetur ky përkufizim që është po aq problematik, sepse fjalët identitet gjinor, edhe pse nuk gjenden tek po themi përkufizimi për gjinin, gjenden në vende të tjera në ligj. Identiteti gjinor përse duhet si koncept? Pse duhet? Ku ndryshon nga gjinia? Pra nëse ata që janë përpjekur ta mbrojnë ligjin tashmë që jo nuk hap hapësirë për gjini të reja, okay, nëse gjinia nuk kupton mashkull femër, pse duhet fjala identitet gjinor? Fakt identitet gjinor, kur e studiojmë si fjalë, është formuluar në 50 vitet e fundit, 60 vitet e fundit. Është një autor me emrin John Money që e ka përmendur për herë të parë, dhe ai e ka përmendur në funksion të vet identifikimit gjinor, që nuk është lidhur me realitetin biologjik, dhe marrë kjo e vendosur në një legjislacion, të krijon atë derë, hap atë derë që personi mund të vet identifikohet. Po ka dhe terma të tjerë që janë problematik, siç është për shembull kur thot burra dhe gra, thot në gjithë diversitetin e tyre. Po çfarë do të thënë në gjithë diversitetin e tyre? Do të thënë burri dhe gruaja janë mjaft divers nga njëri tjetri në kuptimin biologjik të tyre. Kur ti thua në gjithë diversitetin e tyre, dhe po të shikosh literaturën ndërkombëtare të këtyre çështjeve, do të thotë që ka nga burr në grua, duket si një spektër që ti mund të lëvizësh, mund të jesh pa gjini, mund të bëhesh, mund të kthesh gjini, mund të kesh 2-3 gjini në të njëjtën kohë. Pra ky është kuptimi në diversitetin e tyre në literaturën kombëtare. Pse duhet ekzistoj kjo në legjislacion, dhe ekziston, në sa e kuptojmë ne, për këtë qëllim, pra që të lë hapësirë, të hapi mundësi për përfaqësim ligjor të identiteteve të reja gjinore, dhe kjo është ajo që ne duhet na shqetësojë. Po. Pra me sta kuptoj, nëse ky projekt ligj mbetet në fuqi, pasojat do të jenë afatgjata, edhe do të jetë tepër vonë. Beson se do vi dita kur ata që kanë votuar pro do të thotë kemi gabuar? Edhe mund të vi dita, nëse do të jetojmë, edhe ne besoj po të shkojnë në këtë drejtim, do të jetojmë problematikat që do të sjellë ky ligj. Ndikimi që do të sjellë ky ligj, për shembull, një nga aspektet që ka është krijon përplasje me ligje të tjera ekzistuese, pra ligjin e gjendjes civile, kodin e familjes, dhe mirëpo ky ligj, për shkak se bëhet ligji që ka përkufizimin e vetëm tani të gjinisë në legjislacionin shqiptar, e ngarkon, ka një mandat, ka një këshill kombëtar të barazisë gjinore që do të monitorojë, dhe ky këshilli kombëtar i barazisë gjinore propozon Këshillit Ministrave hartimet ligjeve të reja. Do vënë re këta, për shembull, si do aplikohet ky ligj te kodi i familjes, tek gjendja civile apo te ligji të tjerë, ligji i mosdiskriminimit. Atëherë do thonë ata, nevojitet të harmonizohen këto ligje. Atëherë le të propozojmë ligje të reja, dhe kjo do sjellë një efekt domino të ndryshimit të ligjeve të tjera. Pra në atë kuptim do e sjellë një ndikim tepër afatgjatë të koncepteve për familjen, për martesën, dhe nga ky ligj mund të fillojë. Dhe ajo që është më shqetësuese në kuptimin e ndikimit afatgjatë është ky ligj kërkon të implementohet në kurrikula shkollore. Dhe që do të thotë në të gjitha nivelet e arsimit, parauniversitar, universitar, këto koncepte duhet të mësohen. Pra, shprehimisht ligji thotë duhet të ndodhi edukim, detyrohet të bëhet edukim gjinor tek të gjitha moshat. Po edukimi gjinor çfarë do të thënë? Do të thënë që do të mësosh konceptet e gjinisë si rol social. Pra në këtë kuptim, për t'ju kthyer pyetjes suaj, a do të bëhen pishmend ata që votuan, kur të shikojnë që fëmijët e tyre, niprit, mbesat e tyre do të konfuzohen në shkollë, do vinë në shtëpi dhe do thotë mësova sot tek mësuesja që gjinia nuk është e lidhur me realitetin tim biologjik, por unë mund ta zgjedh vetë
si një rol social, edhe në qoftë se do të jenë po themi me mend në kokë, thonë çfarë kemi bërë vetes, që kemi lejuar, kemi votuar dhe kemi bërë nipërt e mbesatantësh të konfuzohen në mënyrë të tillë. Dhe kjo që sapo na tregove, duket se në fakt ka nisur të zbatohet diku. Së fundi nga informacionet dhe postimet në rrjetet sociale, në një shkollë nëntëvjeçare në Tiranë janë gjetur fletushka, ku thuhet se gjinia është një konstrukt social dhe jo biologjik. Çfarë informacioni ke mbi këtë rast dhe sa i rrezikuar është sistemi ynë arsimor shqiptar nga këto ndikime ideologjike sipas jush? Ky është një rast që është zbuluar, por imagjino se sa raste të tjera të pazbuluara ekzistojnë në sistemin arsimor. Dhe këto gjëra janë bërë pa kaluar ligji. Tani ligji ka kaluar, por nuk është botuar në fletorin zyrtare. Pra ai merr forcë juridike kur botohet në fletorin zyrtare. Nuk është botuar dhe këto gjëra kanë qenë duke ndodhur. Pra, që tregon se ka pasur një angazhim dhe ky angazhimi i nëndheshëm, si thua, i përgatitur përmes shoqatave aktivizmit, është ky që ka sjell këtë realitet tanishëm që ne duhet ta justifikojnë këtë aktivitet përmes ligjit që të mbrohen, sepse deri tani ekziston mundësia që ti mund t'i hedhësh në gjyq, edhe të tregosh që kjo s'është e ligjshme, por me kalimin në botimin e fletorin zyrtare të këtij ligji ti nuk mund ta bësh më këtë. Konkretisht ka qenë është në fakt ne jemi tani afër rrugës barikadave dhe shkolla është Lidhja Prizrenit, që është më anë rrugës. Kjo është shkolla në të cilën bëhet fjalë ky lloj aktiviteti, mund të ketë qenë fletushk ose një prezantim në PowerPoint që është bërë nëpër klasa, është kaluar. Ai është përcjell përmes grupeve të WhatsApp-it të prindërve dhe aty është kapur. Pra disa prind e kanë vërejtur dhe e kanë, si thoj, ekspozuar. Ajo që di diçka më shumë lidhi me këtë është kur është bërë publike, drejtoresha ose njerëz kompetent brenda shkollës u kanë kërkuar menjëherë këtyre grupeve që ta tërheqë, ta fshin postimin, ta fshin që të mos mbetet gjurma, po tani gjurma ka ngelur edhe gjurma e kërkesës që bëhet që ta fshin. Domethënë pra e kuptojnë që kjo është e paligjshme dhe nuk pra në çfarë kuptimi është e paligjshme? Në kuptimin që nuk mund t'ju mësosh gjini si rol social pa kalu ligji ose pa u miratuar në fletorin zyrtare. Tani që miratohet në fletorin zyrtare, tani as nuk mund t'i denoncosh dot. Pra ky është problemi. Dhe kur them që është në një rast që është kapur, po në raste të tjera, kur për shembull ajo që është më shqetësuese për mua, duke hetu pak këtë kontekst, ka shtëpi botuese në Shqipëri që janë, po themi, të miratuar nga Ministria e Arsimit që të botojnë kurrikula shkollore. Me këto informacion brenda. Dhe kur vete dhe shikon, si thosh, platformat e tyre, çfarë mendojnë këto shtëpi botuese në lidhje me edukimin gjinor, në lidhje me seksualitetin, i ke të gjitha këto koncepte aty. Dhe këto janë ato që ngarkojnë dhe botojnë këto libra që i marrin, mbase nuk i marrin të gjitha shkollat, por një pjesë e mirë e shkollës e ka një lloj decentralizimi që zgjedh ndoshta shkolla, 2-3 shtëpi botuese zgjedh njërin prej tyre, por shiko si hyn, pra hyn në mënyrë të tillë, pra në një mënyrë marrëdhënie shtet, shtëpi botuese, shkollë dhe avancojnë këto dhe këto kanë avancuar në shoqërinë shqiptare edhe pa ligj tani. Ajo që më shqetësuese është ta lidhi me ligjin, është që këto tani nuk do të mund t'i denoncosh dot në gjykatë. Dhe ne duhet të shkojmë deri në pikën që të tërhiqet ligji në mënyrë që ne të kemi shpresë që të mos lejohet infektimi i fëmijëve, i mendjes fëmijëve tanë. Po çfarë mund të bëjnë prindërit pikërisht për të mbrojtur fëmijët e tyre që do të jenë të ekspozuar përballë informacionit të tillë? Të paktën për ata prindë që kuptojnë që kjo është e dëmshme, se ka edhe prindër që ndoshta nuk mund ta marrin si shqetësim. Po e drejtë, këtu bëhet shumë e vështirë për prindin, sepse fëmia është në shkollë pjesën më të madhe të ditës, sa komunikim ka prindi me fëmijën sot, ai është në komunikim me mësuesin, me nxënësit, pra ekspozimi i fëmijëve është shumë i lartë ndaj këtyre ndaj kësaj ideologjie, por ne nuk mund të sillemi si të pashpresë,
Pra, prindi ka një rol, më së pari të jeti përfshirë në njohjen e kurrikulës së fëmijës, për shembull ku themi gjua e klasës 5 apo e klasës 3, prindi të mos jetë indiferent, mjafton që çfarë note more ti, jam e kënaqur që more këtë notë, po ta shohë përmbajtjen, ta shohë fjalinë, si e ka formuluar, edukatën qytetare. Dhe nëse nuk do ketë prindi këtë fuqi pra për të vajtur për ta denoncuar ose për të kërkuar te shkolla që të tërhiqet kjo përmbajtje ose ky libër, të paktën mund të bëj bashkëbisedim me fëmijën edhe të japi një shpjegim alternativ më bindës se sa që ja ka dhënë ideologjia në këtë rast. Por është një fushë e vështirë, prandaj ne edhe ndërkohë që ta bëjmë këtë, ne duhet të mendojmë se si të shkojmë në një realitet ku kjo lloj ideologjie të mos ketë mbrojtje ligjore. Si shikoni Kaon këto zhvillime në Shqipëri në kontekstin më të gjerë të ndryshimeve kulturore që në fakt po ndodhin globalisht? Po, në globi është i madh, ne mund t'i referohemi disa vendeve ku ne i marrim si, po themi, më të përparuar nga ana demokratike, por edhe në çështjet morale, në çështjet se si zgjidhen këto betejë me ideologji të ndryshme. Po të marrim për referencë Amerikën, për shembull, Amerika po shkon në krahun e kundërt që po shkon Shqipëria. Çfarë po shkon Amerika? Amerika e gjeti para një viti një terren ku kjo ideologji kishte hedhur rrënjë, ishte shtrirë aq shumë në arsim, ishte shtrirë aq shumë në shkolla, në sporte dhe fillu apo qoftë edhe në burgje, se mund të diskutojmë edhe në burgje, i pan se çfarë po sjell kjo, po sjell një rënje të konkurrencës së drejtë në sporte, ku një burr identifikohet si grua, ai vetë konkuron në sportet e vajzave dhe nga i 700 që del kur konkuron me burra, deli pari kur konkuron me gra. Edhe kur i pan këto gjëra të tilla, administrata e re amerikane vendosi ligje të ashpra për të mos lejuar kalime, për të mos lejuar konkurime. Pra ka dhënë sinjalin e fortë që do kthehemi tek njohja vetëm mashkull-femër, vetëm binare është gjinia. Por jo vetëm Amerika, ne mund të marrim disa shtete të Bashkimit Evropian, që kjo është një çështje tjetër se si është reklamuar ky ligj që jo duhet që të parafrohemi me vendet e Bashkimit Evropian. Në fakt, shumica, nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, 21, 22, dosha deri 25 prej tyre kanë qartësisht binare gjinin. Madje disa prej tyre, për këtë në referencë me këtë pyetje që ju bët, po të marrin vende si Hungaria, vende si Italia. Çfarë kanë bërë? Kanë shkuar dhe kanë, nëse ka pasur një lloj paqartësie juridike ose përkufizimi, kanë thënë jo, ne nuk do ta lejojmë këtë konfuzitet, do ta qartësojmë madje në kushtetut që ka vetëm burr, mashkull dhe femër, dhe kjo është e pandryshueshme gjatë gjithë jetës. Dhe nëse këto vende që janë pjesë anëtare të Bashkimit Evropian, edhe Italia, që është afër nesh, i bën këto veprime ligjore, apo mund të marrim Kroacinë, Sloveninë, janë anëtare të Bashkimit Evropian. Ne bëjmë të kundërtën. Pse e bëjmë të kundërtën ne? Nuk është një kriter për qenë anëtar i Bashkimit Evropian. Nuk është as pak kriter, nuk ka një direktivë. Unë kam pyetur përfaqësues të këtyre organizatave publikisht. Në fakt, jo vetëm përfaqësues të organizatave, po parlamentar, për shembull një prej tyre Iris Luarasi që e ka promovuar dhe ka mbështetur në komision ku nga marr pjesë, në komision parlamentar, me pretendimin që jo konventa ndërkombëtare, jo direktivat. Në fakt, e kam pyetur ku është direktiva? Nuk ka një direktivë. Edhe e din mirë që nuk ka një direktivë, se nuk mund të është absurde të kesh një direktivë që ti ta bësh gjinin ashtu siç duam ne. Ti ti cënon sovranitetin, ti cënon kuptimin, traditën, domethënë nuk mund ta bëj këtë Bashkimi Evropian. Kështu që, pra, ku po shkojmë ne, ku po shkojnë disa nga vendet e Bashkimit Evropian dhe disa nga vendet e Perëndimit, ata po shkojnë në kuptimin e qartësisë binare, burr, grua, mashkull, femër, ne për çfarë? Mbase për disa ambasada të veçanta, mbase disa lidhje të veçanta, mbase disa premtime financiare, shkojmë në këto pika. Pra me këtë unë edhe po them këtë që ndoshta parlamentarët shqiptar
të lënë të lirë mbase nuk do ta kishin votuar, por të shtrënguar politikisht mbase po. Mbase po. Koalicioni Shqiptar për Familjes dhe Jetës i ka dërguar një letër presidentit amerikan Donald Trump duke kërkuar ndihmë. Mendon personalisht se mund të ndërhyet na ndihmojë Amerika? Kjo do jetë një nuk e di, e shikoj të vështirë se si mund të ndikoj në kuptimin e proceseve ligjore që ka shteti, por një lloj ndikimi politik mund ta bëj. Për shembull, ne konsiderojmë sa diun Shtetet Bashkuara të Amerikës si një vend strategjik, partner strategjik, edhe nëse ata do dilnin me një vendim, ne do konsideronim partner strategjik vetëm shtetet që kanë të qartë për kufizimet, ruajtjen e traditës, vlerave familjare, edhe mund të ndikonte, kupton, por nuk e di se si mund të ishte edhe çfarë interesi do të kishte në një rast të tillë, sepse do të ishte një betejë interpretimesh, gjithashtu. Dy hapat më të fundit që po flitet e kërkohet që të ndërmerren është që kjo çështje të kalojë në referendum, e më pas edhe në gjykatën kushtetuese, por që duhet argumente juridik për ta shqyrtuar aty, si janë pritshmëritë tuaja ka unë për këto dy pika? Po hapi i parë do të ishte gjykata kushtetuese. Dhe mund të ekzistojë, unë mendoj që mund të ekzistojë një shans shumë i mirë për ta si thosh rrëzuar këtë ligj ose për ta nxjerrë antikushtetues, po do duhet një argumentim shumë i mirë ligjor. Për shembull në gjykimin tim, një nga çështjet që prek ky ligj që mund ta nxjerrë gjykata kushtetuese antikushtetues është cënimi i autonomisë të subjekteve private, sepse ky ligj kërkon që subjektet private të përfaqësohen në bordet e tyre drejtuese me këto kuota gjinore 30 deri të paktën 30 deri në 50%. Tani edhe sikur të mos futesh në këtë diskutim këto identitetet e tjera gjinore, që do ishte absurde që një shtet t'i kërkonte subjekteve private të përfaqësohet me ai transgjinor në bordin e tyre drejtues, por edhe kuotat gjinore, pra po themi mashkull dhe femër, nuk i takon shtetit të më diktoj mua si fondacion se të kem 3 gra nga 10, të kem 3 pse. Nuk i takon. Kjo mund ta bëj antikushtetues, mund ta bëj antikushtetues në kuptimin që Këshilli i Ministrave ngarkohet me përcaktimin e asaj që quhet gjumendjeshmëri gjinore, dhe është cënim i lirisë së shprehjes, i lirisë së besimit, pra nëse unë jam në një panel e diskutoj edhe një burr thot duhet më quash grua ose më quaj ajo, edhe unë them jo se nuk ma le ndërgjegja besimi, unë do të quaj ashtu siç unë e shoh realitetin tënd biologjik. Sipas këtij ligji ai ka drejtën të më hedhë në gjyq që unë t'i paguaj gjop, por kjo është një cënim i ndërgjegjjes i lirisë së shprehjes dhe i lirisë së besimit. Dhe kjo neni 10 në mos gaboj kushtetues mund ta bëj atë antikushtetues. Pra ekzistojnë disa mënyra, por njerëzit që janë më kompetent, njerëzit që njohin ligjin, kushtetutën, ligjet e tjera, sepse një nga gjërat e tjera që mund të tregosh tek gjykata kushtetuese mund ta ankosh që ky ligj krijon një konflikt ligjor me ligjet e tjera. E po u arrit që të argumentohet mirë, kjo mund të nxjerret antikushtetues. Kurse në lidhje me referendumin, atë e shikoj pak më të vështirë duke konsultuar me njerëz të ligjit, për shkak se ne kemi një ligj organik për referendumet që është i 91-shit, po me një ndryshim 94-ën, ndërkohë që kemi një kushtetues 98-s. Referendumi i fundit që ne kemi bërë është 98-ën për kushtetutë, nuk kemi bërë më referendume. Arsyeja pse nuk kemi bërë sepse nuk është i updateuar, pra nuk është i përditësuar ky ligj organik i referendumit dhe e para kërkon 50.000 firma, kjo nuk është problem, mund të gjendet, po duhet kalojë në parlament dhe duhet votohet në parlament. Duhet ndryshoj ligji. Duhet ndryshoj ligji që të funksionojë, po edhe pse po nuk ndryshoj ai ligj, atëherë mekanizmat që ka, për shembull një nga elementet që ka ky ligj është organik në fuqi, është që ti duhet të kesh në zgjedhje më shumë se të paktën 50% të votuesve. Po në 10 vitet e fundit asnjëherë nuk kanë dalë 50% të votuesve. Dhe nëse nuk dalin 50% të votuesve, arsyeja pse nuk dalin është e qartë, sepse shumica jetojnë, një pjesë e mirë jetojnë jashtë dhe nuk paraqiten. Pra bëhet një betejë e vështirë sipas konsultimeve të mia me disa nga juristët, por kjo prap nuk duhet lënë, edhe unë e di që janë ngritur grupe që po e shqyrtojnë, po konsultohen
me ekspert ligjor për ta parë mundësinë edhe të referendumit. Se mund të jetë edhe një rrugë për shembull të bësh një aktivizëm që të çosh një ligj të ri për referendumet dhe pastaj po është një rrugë e gjatë, disa vjeçare, të thosha unë, për mos mbajtur atë autoritetin e një eksperti ligjor se nuk e kam. Po. Çfarë roli mendoni se duhet të ketë kisha në këtë kohë tani pas miratimit në kuvend të këtij projekt ligji, se ne e shohim dhe e kuptojmë që zëri i kishës as një komuniteti fetar, as i familjes shqiptare, as i shoqërisë civile nuk u dëgjua. Po në të vërtetë u abuzua, ne pam përfaqësues politikës që në momentet e fundit përpara votimit të ligjit dolën dhe bën disa deklarata të tilla që i kemi marrë parasysh dhe janë dakord komitetet fetare. Në fakt, komitetet fetare në të vërtetën, kur ishin ato takime, kishin qartësuar që ne i qëndrojmë atyre kërkesave që kemi bërë dhe kjo nuk u pasqyrua nga politika, se kishte agjend tjetër. Por çfarë është roli kishës? Shiko, ka pas një debat të brendshëm në komunitetin ungjillor të paktën se si duhet i qasemi. Në gjykimin tim, ne nuk kemi luksin të mos jemi të përfshirë në çështje të tilla si individualisht si besimtar apo dhe si komunitet. Ne mund të mbajmë të diskutueshme formën e bërjes së diskutimit, po jo përfshirjen apo jo në diskutim. Forma duhet të jetë e matur, duhet të jetë ndërtuese, duhet të jetë, për shembull, një nga gjërat që ne duhet të bëjmë është të bëjmë dallimin ne nuk jemi kundër njerëzve që janë të ngatruar në identitetin e tyre. Për shembull, unë kam qenë në një panel televiziv me një person që ishte mashkull dhe identifikonte në moshën 15 vjeçare, ishte thënë që je në trupin e gabuar, e ka marrë një identitet të ri e quajnë veten grua. Unë personalisht si krishter, unë kam dhëmshuri për atë person dhe duhet jemi si kish të përfshirë në raste të tilla ku njerëzit janë të konfuzuar në lidhje me gjinin apo me seksualitetin. Pra ne duhet jemi në mbrojtje për t'i ndihmuar, jo në formë për t'i dhënë mbrojtje ligjore dhe identitet të reja, por në formë për t'i ndihmuar, për t'i këshilluar, për t'i afruar. Pra ne nuk jemi kundër atyre njerëzve që kanë këtë problematik. Ne jemi kundër dhe për këtë unë jam shumë i bindur se si duhet të jemi si komunitet, atë që është dëmtuese, pra ato shoqata që i marrin këto fëmijë dhe pa ligje kanë bërë deri tani dhe ju thon atyre fëmijë jenë në trupin e gabuar, ne duhet jemi njëzë kundër. Ne nuk mund të themi s'mund të jemi të interesuar. Nëse themi se jemi të interesuar, ne nuk po e mbrojmë të pambrojturin, nuk po e mbrojmë të dobtin, nuk po bëjmë atë që Jezusi na ka thënë. Ne duhet ju shërbejmë atyre njerëzve duke i kundërshtuar, duke i quajtur abuzim atë që është abuzim. Këtë ka bërë kisha e krishterë në gjithë historinë e vet. Pra, për shembull, po të marr një rast kur në antikitet foshnjat femra, sidomos, i braktisnin, se donin meshkuj, se ato ishin për punë, ishin për luftë, i linin kisha e krishterë, çfarë tha? Publikisht tha, ju po abuzoni. Femra, edhe fëmijë, foshnja është qenie njerëzore, e krijuar në imazhin e Perëndis, mos e bëni, është abuzim. Por çfarë bëri vet? U përfshi dhe vajti e mori atë foshnje dhe e çoi në jetimore dhe e mori në shtëpi. Pra ne duhet i kemi këto dy qasje edhe sot në shekullin e 21, ta denoncojmë atë që është abuzuese dhe të përfshihemi personalisht duke ndihmuar atë që është për të ndihmuar. Ajo gjendje. Cili do të ishte në mbyllje të kësaj interviste një mesazh për familjet shqiptare kanë? Për familjet shqiptare do të thosha të punojmë shumë në shtëpi me fëmijët tanë, të mos ja lëmë në dorë edukimin sistemit arsimor, se siç po e shohim, sistemi arsimor nuk do pasqyroj vlerat familjare të shqiptarëve, vlerat familjare të krishtera, dhe ne ndoshta pra të bëjmë atë që të ndihmojmë fëmijën të ketë një mendim kritik, të japim një bazë biblike, të japim një bazë të shëndosh të gjinisë, të jemi një alternativë më bindëse ndaj asaj që po e sjell nga shkolla apo nga shoqëria apo nga interneti. Dhe në të njëjtën kohë të jemi të mbështesim njëri tjetrin, të bëhemi bashk, zëri bëhet më i fuqishëm kur bashkohesh, kur kundërshton jo vetëm një person, por afirmon në drejtimin e dur me mënyrën e dur konstruktive. Dhe ne kemi mundësi për ta bërë këtë dhe kjo do ishte thirrja për familjet tona. Unë të falenderoj shumë dhe shpresoj që gjithë ata që po na ndjekin ka on të kuptojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri edhe konkretisht me familjen shqiptare, secili të bëj pjesën e vet më të mirë.
Faleminderit shumë për ftesën. Shumë suksese në punën tuaj.